Bashkia e Shkodër ka përmbyllur me sukses investimin për rehabilitimin e rrugës që çon drejt varrezave në kodrat e Gurit të Zi. Banorët e njësisë administrative Guri-Zi, por edhe famuljetari i zonës Tom Rafaele Galardi shprehën falënderimin për investimin. Ky investim është një shenjë respekti për të parët e tyre që kanë ndërruar jetë, por gjithashtu një lehtësim i madh për ta pasi më herët përballeshin me vështirësi për të kryer përcjelljen për në banesën e fundit të banorëve të zonës. Për respekt ja të ne që kanë atje. Ja bos zoti halal bashkisë edhe njëta që janë mundu me në ndërtu. Se a dash me marrë deknin i tu e me qunë krah atje. Prandaj sot ja bos zoti halal njëta ne që kanë mundu për i këtë punë edhe bashkisë. Kjo është një investim mallor që bëhet për këtë komunitet si këto, se ky komunitet ka vujt të 30 vjet për këtë rrugë. Edhe kja ka një gjë domosdoshme, po më mirë që u bë se mos u bë kurrë. Falenderojmë kryetarin që kundërbëi, Dom Rafaelin që se ka harru kurrëherë këtë investim. Shumë e vështirë, a kanë rrugë mas me 100 hallë me kalu. Ju lumë zoti kërat. Jena të kënaqën shumë e a kanë mirë prit banorët shumë këtë rrugë, edhe falenderojmë bashkinë Benet Becin edhe administratorin e zonës që na kanë mundu për këtë zonë, për këtë vend, se kanë partë tonë to, jo bëf zoti halal të tanëve. Falenderojmë zoti e në rallën e parë dhe falenderojmë edhe të gjitha të banorët që me sakrificë, me lopal, me punë, me lek që kanë harxuar për këtë rrugën, sot erdhi dita për ta përfunduar. Kjo është një ëndër që realizohet. Falenderojmë kryetari i bashkisë që ka bërë këtë mundësi për të pasur këtë mrekulli sot në vendin tonë. Administratori i njësisë Guri-Zi, Vitor Hila, theksoi se prej 30 vitesh kjo njësi kishte qenë e lënë jashtë vëmendjes, ndërsa në 2 vitet e fundit janë realizuar një sër investimesh në infrastrukturë. Janë bërë shumë investime këto 2 vite, jemi të kënaqur me investimet që janë bërë në njësinë vendore, por kërkesat e banorëve dhe nevoja për investime është shumë e madhe. Falenderojmë bashkinë për këto rrugë që janë shtruar me asfalt, janë 3 rrugë që janë shtruar. Është investuar shumë pak këto 30 vite, prandaj na lypset nevoja edhe e komunitetit në bashkëpunim që të kërkojmë sa më shumë investime për komunitetin e njësisë vendore Guri-Zi. Ky investim është pjesë e strategjisë së Bashkisë Shkodër për të përmirësuar ndjeshëm infrastrukturën rrugore në njësitë administrative dhe për të sjellë më afër qytetarëve shërbime të bazë dhe mundësitë për zhvillim.